a i thu shfenkash, a i thu qësaj? Fara? Po, se edhe levizë, shfenk, veç drejt, horizontal, po, nice. Plus flokt mi dhe një shkuj kamermoni. Si e që farë stafi jemi. Me Sarandën dojmë me qelë butik, bashka për qelë me Sarandën një butik. Besa i bjen, Besimin dhe Saranda. XXL, Gjemilin në vand kuklës, mi vesh. Shesin fistonat shtrajt, kështë e kena marrën në Dubai. Vetë du më shku në Dubai, jëmë lodhëmër. Me pushu atje lodhësh maket? Me pushu jos lodhësh atje heqë. Vesh rrinë. Hatë mërë ti. Si zoj. Si zoj. Shuj për Sarandë mas ne, mas ne për thu, për du me metë pa u martu se për foli pa lidhje. Njëherë këmon gërforën. Njëherë ke on gërforën, a, se mirë bolë. Relax që si, Valdete do ka faleminderit për zot një lujkin. Këqyni isha për foli njështë e meqëm, për që ta thirim që si njerës. A një të knashe me që të sezon më staf, bukur do musafir top i kina pasa. Ha, Gjemil? Bukur do me pesh. High-end. A këti defrimit i bot vezvese ku pigjon, bre ti shta mësafi, sa pa thëmë sun gjon. Defrim për herë vothin. Shkojmë zoom. Shkojmë zoom në vetëll të majtë. Qella. Për herë defrim. Për herë, ka këzu zoti, doktor shka të thëshin s'ko gjo zbot, a? E, ku do në i nelt? Sa përë të bo? 5 euro, jo, shpimi është i vështirë. Shpimi e i vështirë, që e pësa, ta më në mashkëll, bravo! Mëse s'ka më burra që të fri. Pse edhe Arbeni, shuka i djek Arbeni të prit vetë me veti, kur për më thot mu, me voth. Edhe mu më rrinë mirë voth, Arben. Ku? Ku, në huna në veshë, resa da. Apo më pramënon që ku së ndërë mu me voth një ma? Pramënon, si i lbjerë i mishti me kësy break dance. Thejet krejt. A ne sa që si vynë. Okej, relax tash përshkojmë në quiz. Edhe njëherë, falimderit Valdete Daka. I jemi në Oksigen, kuptohet emisioni 696, Interex është sponsor në Oksigen. Top brand i marketeve që vepron në për Kosovë. Furnizim i hatashëm me malë. Çmimet minimale. Kujdes ka të hestin se çmimet e vogla pishkelni. Interex, ekstra mirë, ekstra lirë, por vazhdon me Extra Days, zbritje ditor për 15 dit, ekstra zbritje në produktet tuaja të preferuara. Interex, ekstra lirë, ekstra ofert. Faleminderit shumë Interex, yes, që e ku ki flavurin. Kvalitet, komar, këtënët kvalitet, bravo. Futbol, art motion, internet, tonet mirat, bota globi këtu nejse, okej. Interneti shpejt, kanale televizive sot dush, platforma nishi në vend. Art motion. Yes. Arbeni klarineti, në të kënej. Qika shabot? A kena me pas muzikë son ta kush ka me kënua, një u kënua, shaubua, që ma keni bolom që tash, kujnë e marë artista? Shabon Arben? Ora shumë e bukur. Faleminderit. Sterling. Yep. Yes. Automatik. Automatik. Marakli. Precizitetin e dënë. Good. Si në punë edhe kështu. Yes. Darës pasat sopa Gjimili i kesh 60, edhe bëllë në mërë dhinatë. Po, pse? Se dhe unë përdu më marrë me muzikë, unë e gjelezoj këtë muzikant atje kush ka darës ma shumë. Ja, Po kush? Ja. Kjo javë e bukur, në zetë, rehat, faleminderit për mikpritjen t'ju dhe Narës në Shkup. Jemi mirësor dhe edhe se ajo gruja që kem te, ajo shkrimtarja. Afërdita. Afërdita, faleminderit për mikpritjen në lokal të saj që kem. Edhe kështot. Edhe jemi mirësor dhe në gjithmonë. Faleminderit Arben. Mikprit, si ma vjetë. Sa e vjen atje thu, sa mirë, gjithë kalën mirë. Sa mirë që erdha. Pse më sa mirë që erdha. Gjithë shka, përjtoj, më thonë, atë shkojmë se jo më përjtoj, ku shkoj atje, sa mirë që erdha. Edhe në Prizren, më sajtë një kur?
Edhe më prezentoj marrë, edhe kalzojnë edhe kur im le, ku më thonë mirë jam qëtu. S'pë du me le, se disha shampret për burë. Koni me që më halo pa le. Mashtrun, dilë se u rëgullu situata 7-1 nga punë. Dilë se u rëgullu, klap si dolon me variolla vera me dreshi balkun. Ku s'kini shë me bo, për shemull, hini www.ozygenbroatsast.com Produksioni jonë me teknologjin me të mirë në Kosovë, po që po përfshim bukur si gjën, me stafin më të mirë, me njerëzillykin më të mirë. Oxygen Production, që ta e në shpet vetë. High-end, për që ato është një fotografinë e mirë, zonin e mirë se kem sedatin aty, dritat e mira kem amëtsyn, njerëz të mirë, muzikantat e mirë, veç unë jam i keq. Po këta me mirësi muin, mu zdalona. Oxygen Broadcast. Yes. Me Arben. Haj, shka ta mërmenda që mu më të vetë që ka përgjigjen me A? Arben, ma që thau, me Arben. Ja. Kafsha me thjesht një qelizore që rënën në ujë dhe që ndryshon trajtën gjatë lëvizjes. Ameba. Numër 2 me M. Kompania britanike themeluar në Londër në vitin 1962, e cila prodhon altoparlant, amplifikator, kufje tjera. Marshall, fajnë bukur. Një për opcioneve ka qenë për janë gjitë Marshall a Oxygen emisionit. Po, këto e ka këtë regu sa. George Catlett Marshall, ne kushte ke kujtojnë që e tita, e lashe bo në Oxygen. A koni mirë, gjithë përfshirës, George Catlett Marshall, plani Marshall që u konë përri me këmbin e Evropës përëndimorë. Pas luftës së dytë, shkoj me ri botërore. Arben, me dë, për të një moj. Hitë s'ko ka unë du të me të një moj, se këta du të mi ditë. Pa dë. Në cilin qytet Kosovës ndodhet vendi e Verat e Lukës, ku mbajt në gjarja madhe për falën e gjaqeve. Deçan. A kështë ditë edhe më s'pat pas thonë me dy. Bravo. Edhe një ka qenë edhe një gjarje fute fusha pajtimit. Ani nga kalin në sto. Që kjo kënë pingjojë matë në vaja, me i pajtu shqiptarët. Anton Qeta me shokë, Dhe në Facebook, shumë raste që kanë qenë që është filmuar këtu. Po dalin veqesin dhe shumë mirë që veqesin. Halal, bravo kusha ka falë, e bravo Antonit e këtyne me shokë të vetë krejt. Begenin konë zgjedhen këta që në shku me pajtu. Edhe qëfar fjallë, për çdo fjali ka i libër mi shkruaj. Kini? Ka mërë mo që asë i gjithë në Kosovë? S'ka. Me Hërben, cili është emri latin i Zvicrës, cili përdoret kryesisht për referenca historike dhe kulturore? Helvetika. Yes. CH, thonë Federatio Helvetika. Për që ato është CH. E kemi përmen, por nuk ka keshmi, je marakli i kjerave, Jë për ta shkrujnë shqip, në original është jë. Dashtu i gjej, dashat dush. Go pytjen. Kompas, a mi lezu kështu gladiator, a gladiator, apo kësi që folim la kështu në për televizion e kom leker glerieror. Që në bëki që për ta thonë? Gladiator, glerieror. Edhe renegade. Janë modelet cilit brend kerrau. Gjip marka jep. Që është të thëke njëre e kom një gjip ta marka jep. Marka jep. Afer cilit qytet shqiptarë ndodhet syri kaltërt. Saran. Yes. Kum hyjëm lash aty edhe kum këthy. Edhe unë uj akëll edhe i pastër shumë i bukur. Filmat që duket si kur dalin jashtë ekranit, me syze speciale. Njën si filmat? 3D, bravo bre. Për të mbajtur qka u kryua gjepi i vogël në gjinse? Qystek. Yes. E gjepi këtu. Ka shkrime edhe për zip, që thojnë. Po. Bëdish ha zipa? Po, e këshirë. New Amsterdam. New York. Dashtë në vetë këtë bendit. Emre i dikush e mi cili qytet Amerikan i New Yorkit. Si quhet një raket nën ujore? Torpedo. A ki në shpi torpedo ka të zëdrej? Jo, s'kom. Falë më zvje marrë, shok jena. Loja nëmër 2, 3 shkip. Shëni më vëmende kaj stafi. Let's go! Kime më kalëzu shka që kjo?
Mallësia që përcakton me përpikëri vendin ku ndodhet një pikë në rrafsh ose në hapësirë quhet? Aha. Mallësia që përcakton me Pyetje. Mallësia që përcakton me përpikëri vendin ku ndodhet një pikë në rrafsh ose në hapësirë. Kush e din? Aty ju kallëzoj kemën e parë? K. Koordinata. Bravo. Tu e lexu pyetjen. E po është që hezitut pak. A keni vrej që ka gabime drejtshkrimore? A thatë ju në habit këta, po. Tash plus keni mi gjetë gabimet. Përpikëri nuk... Dy pyetje me Ivan. Po. Kallëzëm një gabimet. Përcakton. Po. Përpikëri... A duhet përpikëria, përpikmëri, apo mingjit përpikërin? Mingjit. Mingjit përpikërin. Jo për pikmëri, vendin ku ndodhet një me pikë në rrafsh ose në hapësirë. Bravo, edhe quhet për di. A duhet me si qëja me të fort? Quhet. A mirë qëja? Quhet. Bravo. Rezultati, që një gabimet ku i gjetet, mallësia që përcakton me përpikëri vendin ku ndodhet një pikë në rrafsh ose në hapësirë quhet? Koordinatë. Bravo. Intuit, muzikore dhe, a di pse po bëhet Arben, me përmend tituj të këngëve të bukura shqipe. Masi shumë pak pënihen këngë të bukura shqipe, bile për përmendim tituj, mos pinzisim shikusin me himi o lumtu, titujt si pas shijes të juve muzikantave në shkëll. Osman Toka. Osman Toka, bravo. Vazhdojmë bendi? Ka plot, po. Ganimete Tërveshi. Ganimete, okej. Saran, Adem Jashari, Qendres, Shkemoj Fiti, Vothi, Skënderbeu, ku përmend cilën këngë? Trimbi, e ka kënu Armend Baloki që to ka kallu. Gjemil. Alipashte Pelena. Lapë. Muzik, auta. Moj Saranda, moj... Delvini. Isa Boletini, okej. Hajde për heke me emrat e herojve, se di që çdo heroj kemi kushtu, gjojmë me tjerë. Ha? Moje, po. A pran vera, që përmenëm sot më herët. Pran vera? E amin i febes, ha? Po. Ma bre? Qëshke? A pran vera, Qësh bona? Mami hiq bëzë tishim? Po. Tjetër, hajde bre, ka. Kushe ka? Nita, unë të dua. Vjetër. Gjemile Qisheku. Masaj? Dafina. Gentiana, mastaj? Mojhan, bravo. Mastaj? Kong bukur. Dafina moj. Kong bukra veç, se kemi të lefara kësi qërkuza. Margjelo, bravo. Let's go. Vazhdoni. Me emën Tinsonit. Moria. Bravo. Moje bukura Moria. Po, aty përflitet për vend. Po, okej, e supozojmë që ka dhe emër. Okej, po veç ka dhe emër Moria. Sedat? E në verhoqë atu gjatë jetën. Qumile. Ha? Qumile. Moj Qumile, po. Moj Selvije. Hala se keni gjithë? S'me flet, moj me goj, hej. Hajde Gjyle. E gjetëm, bravo Arben, bravo Sedat. Kënga Gjyles. Good. Hajde tjetra. Mbamendja, memoria, mbamendja. A bon që të, Kur t'jeni gati kalzani? Kështë një mirë numrat, semet, O që dysh i Irlandës, Italis, okej. Amerika, Italia, Turqia, Korea, Tunizia dhe Brazilia. Sa në të mojnë men këto 4-5-6. Korea, Tunizia, Brazili.
Itali, Amerikë, Itali, Turqi. Okej? Pyetjet janë. Sa banori ka Amerika? Cili nga këto shtete ka më shumë të banor? Amerika. Sakt. Numër 2. Cili është kryeqyteti i shtetit numër 4? Seuli. Okej. Numër 3. Na thuaj spaku një shtet që kufizohet me shtetin numër 2. Kush ka shteti? Italia, Zvicra. Që to është ai ki kalu vetë. Po. Okej. Francë, Zvicra, Austri, Sloveni, Vatikan, San Marino. Po. Cila është gjuha zyrtare e shtetit numër 6? Mund ke portugalisht. Shka ke në fund? Brazili. Bravo, Arben. Numër 5 pyetja. Në cilin kontinent ndodhet shteti numër 5? Numër 5 Afrika. Bravo, Arben. Pyetja fundit, na thuaj spaku një det ku ka dalje shteti numër 3. Shke shteti numër 3 në Amerika, Turqia, Marmara. Bravo. Bravo. Marmara e gjej deti zi mes dhe. Matematik? A dhe të pse ai një pem ka 5 deg. Gjdo deg ka 3 nëndeg. Gjdo nëndeg ka 4 fruta. Sa fruta e në gjësejnë atë pem? Shumë e letë. S'pa një e gore. Gjdo deg 5 herët 3 vjen 15 qëtu. 15 ka 4. 5 deg janë, ka 3 nëndeg. Po. 5 herët 3, 15. 15. Po. Se cila Ka 4. deg, gjdo një ndeg ka 4 fruta, pas të bëjt her 4, a bojnë 60 darspa? Po. Bravo! Voyager. Ai ullëtari që këqyrë. Voyager ka dhe kuptim tjetër, a din? Po. Ata, po, ka plota si të na. Po. Pyetja është, këtu mbahet një nga festivalet më të rëndësishme muzikore në historinë e Britanisë, e cila mbledh miliona fansa. Koncerti i parë mbajt me 20 korrik 1974, ka dorësa më vonë performuan dhe Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen, Oasis, Robbie Williams. Si quhet ky festival i cili mbahet në Hertfordshire të Anglisë? Live Aid. Ja, go pyetjen po, Live Aid. Ku është e din? Në Angli më mirë ato tonë. Po. Qysh? Glastonbury po. Ja. Apo në dhe një atë lutën pyetjen e dhe? Këtu mbahet një nga festivalet më të rëndësishme muzikore në historinë e Britanisë, e cila mbledh miliona fansa. Koncerti i parë mbajt me 20 korrik 1974, ndërsa më vonë performuan edhe. S'është Nebworth. Numër 2. Ky festival krijuan vitin 1991, që nga viti 2005 është mbajtur çdo vit në Grand Park, Chicago, United States. Festivali zgjat 4 ditë dhe përfshin më shumë se 170 grupe dhe artistë që performojnë në 8 skena të ndryshme. Çdo vit tërheq rreth 400.000 vizitorë, duke kontribuar me mbi 440 milion dollar në ekonominë e Chicagos vetëm vitin 2024. Si quhet ky festival? Kom qëllu në Chicago, kërë kom pas sun him mrama aty me bukin, se kena pas plan. Moti. Kush e din? Me lëja nis? Lollapalooza. Lollapalooza quhet. Është i famshëm. Lollapalooza. Numër 3. Ky festival u mbajt nga 15 deri me 18 gusht në vitin 1969 në fermën e Max Yazgur në Bethel, New York. Morën pjesë rreth 400.000 deri në 500.000 njerëz, shumë prej të cilëve hynë pa bilet për shkak kontrollit dobët, se shumë masivitet. Performuan Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Santana e të tjerë. Për shkak të fluksit të madh të njerëzve, kishte mungesë ushqimi dhe uji, allakom. Ky festival u bë simbol i lëvizjes hipi, duke promovuar paqen, dashurinë dhe kundërshtimin ndaj luftës së Vietnamit.
Ky festival quhet Woodstock. Po, mos e Bravo, me Arben. hipi, po. Edhe i fundit, për sonte si pyetje, në këtë natyrë, ky koncert u mbajt në 2 stadiume të mëdha. Wembley Stadium në Londër dhe John F. Kennedy Stadium në Philadelphia. Muzikantët Bob Geldof dhe Midge Ure organizuan këtë event për të mbledhur fonde për të shuar urin në Etiopi. Performanca e Queen, babës Freddie Mercury, është konsideruar si një nga koncertet më të mira të gjitha kohrave. Rreth 1,5 miliard njerëz në 110 shtete ndoqën koncertin. Në TV, si quhej ky koncert? Live Aid që e thash fillim se. Live Aid. Yes, që ky baba atë. Po, që ky. Edhe në filmin që e ka bo, është ka pjesë sekvenca prej Bashkë Live se Aidit. Dhe ka qenë transmetim ndër për drejt, mos të harrojmë në 2 vende të ndryshme, më majtë edhe gjithë koha përshtatshme, që më majtë, përdin, puna e orës. Po. Very, very good. Pas kësaj, është loja me Me asociacion. të lutëm. I thojmë shikusit, kthehemi pas pak. Mua.